Kush duhet ta mbrojë Kosovën nga sulmet kibernetike? Për momentin, siguria kibernetike në Kosovë është në duart e disa institucioneve: ASHI-s, Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, Njësisë për Krime Kibernetike në Policinë e Kosovës dhe Njësisë Kombëtare për Siguri Kibernetike. Megjithatë, sipas ligjit të ri për sigurinë kibernetike, Kosova pritet të themelojë një agjenci të posaçme për sigurinë kibernetike, e cila do të funksionojë brenda Ministrisë së Punëve të Brendshme. Ministria e Brendshme nuk ka dhënë ende një përgjigje lidhur me funksionalizimin e kësaj agjencie. Në dhjetor të vitit 2024 ishte hapur një konkurs për drejtuesin e saj, por ai u anulua për shkak të mosplotësimit të kritereve. A mjafton mbrojtja aktuale? Kodi penal i Kosovës e përcakton qartë hyrjen e paautorizuar në sistemet kompjuterike si vepër penale dhe sipas të dhënave zyrtare nga viti 2022, deri më tani janë regjistruar mbi 500 raste të tilla. Megjithatë, numri i sulmeve mund të jetë edhe më i madh, duke marrë parasysh rastet që nuk raportohen apo ato që mbeten të pazbuluara. Analisti i inteligjencës kibernetike Nedelqo Mihajlov nga organizata CyberPi thotë se qëllimi kryesor i këtyre sulmeve është të destabilizojnë institucionet dhe të ulin besimin e qytetarëve në to. Sulmet e organizuara synojnë ndërprerjen e shërbimeve jetike, duke krijuar panik dhe pasiguri mes popullsisë, thekson ai. Duke marrë parasysh këto sfida, ekspertët e sigurisë theksojnë nevojën urgjente për investime në mbrojtjen kibernetike dhe forcimin e kapaciteteve të institucioneve të sigurisë. Kosova duhet të marrë masa të shpejta për të parandaluar sulme të ngjashme të ardhmen dhe për të garantuar një infrastrukturë digjitale të sigurt për qytetarët e saj, shkruan në Radio Europa e Lirë.